Gjatë punimeve për zgjerimin e lulishtes në qendër të qytetit në vitin 1985, u zbulua një fragment muri që nxiti gërmimet arkeologjike. Gërmimet e mëpasshme zbuluan një mur me gjatësi 63.8 metra, i cili i përkiste shekullit të 6 dhe pjesërisht shekullit të 7. Ekspertët të cilët realizuan këto gërmime zbuluan aty edhe gjurmë të një vendbanimi dhe dolën në përfundimin se ky mur dhe vendbanimi i përkisnin aulonës antike. Monumenti mori emrin Muret e Aulonës Antike dhe në vitin 2011 mori statusin e monumentit të mbrojtur nga shteti, por pavarësisht se prej vitesh mbrohet nga shteti, gjendja e tij sa vjen e rëndohet. Këto janë muret e Aulonës Antike, një monument i mbrojtur nga shteti, edhe pse ndodhet në qendër të qytetit pranë sheshit të Flamurit, askush nuk kujdeset për to dhe sot janë në gjendjen më të keqe të mundshme. Nga një monument kulture i mbrojtur nga shteti, muret e Aulonës Antike janë kthyer në një banjë të madhe publike, ku shumë pensionistë për ditë e gjejnë si vend të përshtatshëm. Gjithashtu nuk mungojnë as rastet ku në të janë marrë prej andej gurët antik, duke e dëmtuar më tepër këtë monument antik kulture. Një pjesë e strukturës, siç ndiqet edhe nga pamjet, është rrëzuar për tokë si rrjedhoi edhe e kalimit të viteve. Këtë monument kulture mund ta dëmtojnë të gjithë pasi prej vitesh mungon mekanizmi i mbrojtjes për të. Vlen të theksohet se aty mungon një person i cili duhet të bëjë roje për monumentin e kulturës, apo qoftë edhe kamerat e sigurisë për të parë rastet e dëmtimit të tij. Kështu që ky monument vazhdon prej vitesh të mbetet në mëshirë të fatit.